Spaku ose nuk kupton, ose bën sikur nuk kupton. Me këtë sentencë, gjykata e posaçme rrëzoi kundërshtimet e prokurorisë për lirimin e Lefter Kokës në dhjetor të vitit kaluar. Ish ministri i mjedisit Koka i arrestuar në dhjetor 2021 për shpërdorim detyre, pastrim produktesh të veprës penale dhe korrupsion, është dënuar me 3 vendime jo përfundimtare për atë që konsiderohet afera inceneratorëve të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Në dhjetor të vitit 2025, gjykata e posaçme mori në shqyrtim kërkesën e tij për lirim, si pasojë e përfundimit të afateve maksimale të paraburgimit. Prokuroria e posaçme e kundërshtoi këtë kërkesë me argumentin se ajo nuk qëndron proceduralisht, por gjykata e posaçme e pa situatën shumë ndryshe. Sipas trupës gjyqësore, Lefter Koka kishte tejkaluar afatet e paraburgimit, bazuar në një interpretim që ka bërë më herët gjykata e lartë lidhur me llogaritjen e kohës në qeli. Prokuroria e posaçme e ankimoi vendimin. Gjykata e apelit të posaçëm në 26 shkurt 2026 la në fuqi vendimin për lirimin e Kokës. Ndërkohë që Lefter Koka po shijon në liri lokalet në Tiranë, institucionet e drejtësisë së re ende nuk e kanë përcaktuar se cili është shkaku i këtij ndërlikimi procedurial. Lefter Koka u arrestua në 14 dhjetor të vitit 2021 në kuadër të hetimeve të nisura nga prokuroria e posaçme SPAK për aferën e inceneratorit të Elbasanit. Ndaj tij u zhvilluan 3 procese gjyqësore paralele, të cilat nuk u bashkuan kurrë. Në nëntor 2024, Lefter Koka u dënua nga apeli i posaçëm për aferën e inceneratorit të Elbasanit me 10 vjet burgim. Për inceneratorin e Tiranës, Koka u dënua me 3 vjet e 4 muaj në prill të vitit 2025. Në mënyrë të përmbledhur, përgjatë 4 viteve të fundit, mbi Lefter Kokën kanë rënduar 3 dënime dhe 3 masa sigurimi arrest në burg. Gjykata e lartë ka orientuar prokuroritë dhe gjykatat më të ulta për mënyrën se si zbatohen masat e sigurimit arrest me burg. Sipas gjykatës së lartë, efektet e masës së re të sigurimit për personat e paraburgosur nisin efektet kur prokuroria nxjerr urdhrin e ekzekutimit. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka nxjerr urdhrat e ekzekutimit për masat e sigurimit për Lefter Kokën në kohën që ai ka pasur në fuqi masat e mëparshme të sigurimit. Përballë kësaj situate, gjykata e posaçme e shkallës së parë shkruan: gjë që prokuroria ose nuk e kupton ose nuk dëshiron ta kuptojë në këtë mënyrë. Gjykata e apelit ndan të njëjtin qëndrim si kolegët e shkallës së parë për mos kuptimin e SPAK-ut. Pas rreth 4 muajsh jashtë qelisë, Lefter Koka ende nuk i ka mbyllur llogarit me drejtësinë.